Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Shoqja e ngushtë i mori burrin, lajme të trishta për aktoren e njohur turke. Vetëm pak javë pasi dha fund romancës me aktoren e njohur Hande Erçel, biznesmeni turk Hakan Sabancı është rikthyer në qendër të mediave roz. Këtë herë jo për ndonjë projekt të ri apo dalje publike, por një tjetër emër të madh të ekranit turk që është Tuba Büyüküstün. Me sa flitet vërdall, Tuba Büyüküstün është pikërisht arsyeja e ndarjes së Handes me biznesmenin e njohur. Ajo është futur në mes të çiftit edhe pse ka pasur një miqësi të ngushtë me vet Handen. Aksham dhe Unedio, gjithçka faktikisht nisi me një gjest të thjeshtë në Instagram, filluar prej kohësh dhe u zgjat me mesazhe të fshehta derisa këto dolën në pa dhe lidhja e tyre fshet mbizotëroi. Media turke e kanë cilësuar këtë si një lëvizje tradhtie, si nga ana e Tubës edhe nga ana e vet biznesmenit Karshi Hande Erçel.